Nga ato që ke parë ti, domethënë, ose nga ato që ka këto pagabueshmëritë e shpeshta, le të themi, ose sa ajo që ka dalë në balkon kur ka shprehur, ose kudo ku ka shkuar, ose gjithë ato misione që ka ndërmarr Papa dhe gjithë papat e tjerë, çfarë ke parë ti që është orientuar gjëja tek devijueshmëria? Po kapim ato të thjeshta të fare, ato të tjera të fare, sa ana dogmatike zoku. Jo, çfarë shohim konkretisht ne do. Po ky mbështet homoseksualet për shembull. Është për atyreve, si mos ishte kur Vatikani është i ngarkuar me këto lloj gjërash, domethënë se aty mbahen ata që për pedofilizëm e kështu gjërash aty brenda, kardinalët. Plus që mbështet. Po, ka dalë skandale nga më të shumta atë që e tregojnë, ja? Është e pasuruar ajo pjesë ato, janë kështu tundos me atë pjesë. Kishe thënë një herë, se më bëri përshtypje kur kishe thënë një herë, ekzistojnë UFO-t alienët, thoshte ai, edhe po të më vi mu një alien këtu në Vatikan, kush jam unë, tha ai, e përdori dhe të shprehjen dinake, kush jam unë, që ti refuzoj pagëzimin e atit. E zyrtarizoj. Do pagëzonte edhe UFO. Do i pagëzonte edhe UFO-t ai UFO-ja me të bardha. Kupton ti? Por mu UFO është ai më shumë. Nga momenti që ai domethënë ai është antikrishter komplet. Nga momenti që ka devijuar edhe kalon gjëra që nuk janë sipas vijes apostolike, ai për mua s'ka lidhje me Krishtin. Që do thot antikrishter, është kundër atit realisht. Këto qëndrime kam ndaj atit. Po tjetër përveç tyre ça nismash tjera nuk jeni dakord? Që nuk je dakord nga ato që kanë ndërmarr përveç. Po ai tani shiko, ai është dhe fuqi monetare, alla se ka banka. E ka quajtur banka e frymës shenjtë tani. Kupton? Të njëjtën gjë që po bëu dhe Greqia tani. Po kisha atje do me ndërtu ashtu bank që quhet banka e dritës për të kopju këta të Vatikanit. Po, luaj me fjalët. Se edhe për besimi tim ka kështu dallavere siç bëjnë këta, se mos ta ashtu. Tani elementi njerëzor, futen këto pastaj, këto kopjimet, këto moderimet, këto gjërat që t'i ngjajmë botës, edhe ata s'kan lidhje me Krishtin. Nga momenti që devijon nga misioni, aty shkoputesh automatikisht. O do i qëndrosh vijesh 2000 vjeçare siç jemi deri sot, po tani shumë emocionon nga këto modernizimet, edhe i quajnë si diçka të pafajshme. Janë okay, thot. Se kështu është kur nuk i njeh gjërat. Po nuk e njoh të besimin, do marrësh parasysh, meqense se e tha Papa, meqense se e tha Patriarku, ato e din, sepse kot nuk janë aty. Kanë mësuar më shumë ata. Nuk shkohet ashtu. Njeriu duhet kërkoj vetë, ti bëj vetë analiza disa gjërave, duke u bazuar tek burime të sakta, edhe të nxjerrë një konkluzion. Jo të merren gjërat shablon. Qoftë nga ana politike, qoftë nga ana fetare, duhet i filtrojmë gjërat. Siç e kemi përmendur disa herë në emision këtu, mendojini, filtrojini gjërat, mos i përtypni siç u servirin, se dallavere bëhen kudo. Kudo. Edhe në fe, edhe në politikë, kudo ke dallavere. Gjendet prezant ai element kudo. Papa, miku i shenjtë i shqiptarëve. Ama këto janë furçet pastaj. Kur u bë miku i shenjtë ai? Ne s'kemi as i mik. Ne jemi vetëm. Po e them për të disa të herë, jemi vetëm më burr. Që as kre partish, as kre fetar, as njëri nuk duhet të di për neve. Boni çat boni vet. Po pse përdorin këtë term? Pse thon? Çka ka bërë për shqiptarët Papa? Asgjë mos ka bë, as çka ka bë. Thjesht i bëjnë furçë nga që është autoritet. Çfarë interesi kanë shqiptarët nga Papa ose Vatikani? Po ata që i kanë kapur filmin, ata që i dinë gjërat, se kush e ka vendosur aty atë, e dinë që duke i bërë lajka Papës, i kanë bërë realisht lajka atyreve që qëndrojnë nga pas këtit. Nuk ja bëjnë dot direkte, se s'mund shkojnë tek Rothschildi që është në Angli, atje direkte, edhe ja bëjnë nëpërmjet këtit. Por janë dakord me Papën, nëse kur kanë thënë që jemi dakord dhe me ju, që jeni nga mbrapa atit. Kjo, thjesht, i japin çmime nderi këtu kur erdhi herën e fundit këtu atje tek korpusi që u mblodhën, që mbajti mesh, gjoja, teatr me kukulla ishte. Edhe i dhan Chelsea në Tiranës atit. Chelsea Tiranës. Pas ka një derë këtu që e hapin këto dhe ja dhan atij që kur të vi këtu ta hapi të futet. Ku dëgjon? Këto furçet. Ka të dha. Grada
ndere kot më kot. As interes kanë. Domethënë as i gjë nuk mund t'i ofroj këtij vendit ai se interesa kanë ato, si ta thash, indirekte i bëjnë furçë atyre të tjerëve, bobave nga mbrapa. Kështu. Për lëpirë thua, për furça, për gjitha, për këto. Po, më për Për interesat e vetë këtyre pushtetarëve, politikanëve, këto që janë sot në pushtet, si ekonomik si dhe politik. Po. Për këtë arsye. Po. Si zgjidhet papa? Pra, si është aty, çka ndodh aty në Vatikan, pra, kush është ai që dominon, kush është ai që kontrollon? Tani ka një rend, ka bëhen fushata siç bëjnë to për shembull këtu në Shqipëri, që bëhen fushata një muaj para se zgjidhen. Jo, nuk është me fushata ajo. Ajo funksionon me vota. Me vota. Tani po them versionin zyrtar, se si funksionon. Po, zyrtari dhe ato që nuk është zyrtar, pra ato që dim. Atë gjë që zgjidhet domethënë blidhen kardinalet atje dhe vendosin me votë se kush nga kardinalet do vendoset të bëhet papë. Por që realisht nuk ndodh ashtu, nga ana jo zyrtare nuk ndodh ashtu. Ata e vendosin këta, familjet e mëdha. Ata e vendosin prapë. Do shohi një kush është i përshtatshëm atje, kush është më i egri, më i zymti, më i nxiri, që ta bëjnë të bardhë pastaj. Që të vishet me të bardha ai. Që ta bëjnë çun me të bardha. Pra fasada dhe realiteti. Po pra. Prandaj quhemi këtu pisk sistem, se çellim maskën e sistemit. Gjëra që janë më pisk, që janë më të lidhura, më të... Ata e kanë nxjerrë situatën, e kanë bërë pisk situatën komplet gjithani. Kudo kanë tentakulat e tyre. Ata do vendosin. Edhe tani gjoja kur e vendosin këta kardinalet është ajo tymi bardh që del në një oxhak atje sipër Vatikanit, edhe quhet kambana e Shën Markut. Po? Kështu e quhen ata. Në momentin që do zgjidhet, që po pritet që nga momenti të zgjidhet, është një popull i tërë aty poshtë te sheshi i Shën Petros, edhe del tymi bardh nga ajo xhaku. Në momentin që del tymi bardh, domethënë aty i jep të kuptojnë njerëzve që u zgjodh më së fundi papa. Edhe do dalit ai balkoni atje dhe do filloj të bëjë ato. Kush e bën këtë tymin e bardh? Kur gjë e ndezin aty ndez dikush poshtë aty vet. Po pra ndezin aty bardh, jo se ndodh në mrekulli. Po pra. E ka pasur se parë që vjen një shenjë hynore le të them, ose nga Po, tymi bardh pra se tymi bardh, plumbi bardh, papa bardh, kupton lujnë ata me gjë. Veshë bardh, kapuçi bardh. Nëse ato kanë edhe nga këta që kanë edhe me veshje tjera, pra çfarë simbolizon, çfarë identifikon domethënë ai që ka të bardhën, ka edhe të zi, domethënë ka edhe ngjyra të tjera. Kanë grada, po për kapuçet. Sa lloj papash ka? Po papa janë këto. Pra si kanë një hierarki të pushteteve, si ndahen. Ajo është pastaj kalojmë te bota e hebrejve. Hebraizmit, sionizmit, që është dhe ky i gjati jonë aty brenda. Ata komandojnë Vatikanin, sepse Rothschildet hebrejën. Kupton? I përkasin sionizmit që komandon botën. Po. Edhe këto kapuçat janë gradat e tyre. Siç janë ato gradat që kanë oficerët këtu me ato që kanë këtu të shpatullat, ata kanë këtu të koka. Papa ka të bardhën. Po, ç'a grade është ky i bie? Ky i bie ushtar. Ushtar i thjesht, shërbëtor. Po. Ke pastaj ngjyrën blu, ke ngjyrën e kuqe dhe ngjyrën e zezë. Po bluja, ti marr me radhë to. Siç e thash tani, domethënë këtë renditje funksionon ai. Pra e bardha, e bluja, e kuqe dhe e zezë. E zezë është ajo që është lart fare. E zezë është maja fare. Se duan që të kenë kanë të zezën që simbolizon atë shefin e tyre, se atit djallit i falen, kupton? Edhe kështu ndahet ajo, aty dallohet te ngjyra e kapuçit, ndallohet domethënë që çfarë grade ka ky që po i shërben sionizmit, sistemit. Kështu ndahen. Ky domethënë është ushtar me kapuçën e bardhë. Po tani që ndroi jetë Papa Francesku, si do ndodhë kjo? Do të bëhet ky votimi, sa zgjat kjo procedura, kjo? Varet sa duan ata ta zgjasin tani. Ata mund ta zgjidhin brenda një jave, mund ta zgjidhin brenda 2 javë. Po është një pap tani tjetër që është gjallë. Ai që ka qenë para këtij domethënë që zëvendësoi duke spostuar. Po, që e kalon tek autoritetin, e kalon Franceskut. Sa vite ka, si e kanë mandatin do? Sa është mandati këtyre? Sa zgjat? E kanë përhershëm. E kanë përhershëm deri kur ndron jetë. Derisa ndron jetë. Ose ta zëvendësojnë ta siç ndodhi me rastin e këtij para. Po, ishte rast unik domethënë që s'ka ndodhur ndonjëherë më para kjo? Fare, s'ka ndodhur që janë 2 papa në njëjtën kohë.
se është Ratzingeri tani, këtë që e spostuan. Po mirë, tani në momentin që ndroi jetë Papa Francesku ndoshta mund t'ia lëm, po këtij mos le themi është disiplinuar, ky është përgjigjur atyre. Iku, doli Po, Maroja i domethënë, doj si letër. Do vi dikush tjetër këtu. Do vi dikush tjetër edhe të filloj të bëj atë aktrimin aty. Ke ndonjë informacion se kush mund të jetë? Kam bërë gati dikë? Te s'mund ta dim. Po që nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, po të njëjtën Fare, gjë, domethënë. po të njëjtën linjë do të mbajë. Thjesht do ndryshoj fiks, një të lind do mbajt, thjesht do jetë një aktor i radhës, një ushtar i radhës atje, do bëj atë rolin e papës, e atit të shenjtë, edhe do vazhdoj historia. Po, siç është. Që do ndryshojnë gjitha ne. Po si ndodh aty, nuk është se e kanë po do të jetë pra ndrojet Papa Francesku, tani papa tjetër pasardhës vjen po nga njëjta familje, si e kanë këtë, le të themi, linjën e tyre të pasuarit. Jo, nuk ka rëndësi. Pra nuk është me filozofinë e mbretit që do ta lejë po në trunën e tij Atë familjare. linjën që thu ti ekziston te këto familjet e mëdha, ekziston ajo linja. Kurse për papat nga që janë ushtarë, burr, ajo mund të jetë nga kudo, mund të jetë edhe në nga Uganda, s'ka rëndësi fare. Po nga Shqipëria ka menduar ndonjëherë që të kenë një në krye të Vatikanit ose të jetë pap nga Shqipëria? Po, edhe mos bëj çudi. Edhe shqiptar mund të jetë ky i radhës. Mund të jetë edhe shqiptar. Po. Po që thjesht do jetë një person i zakonshëm ai atje, që thjesht do bëj atë rolin e kukullës së radhës. Asnjë gjë më tepër. Çfarë koincidencë që ndodhi fiks në ditët ku ne jemi në ditët e Pashkave. Pashkës po që kaloi, po. Gëzuar Pashkën njërë gjithëve. Se nuk e tham. Po kjo, ka diçka kështu që mund të ketë edhe një lloj mesazhi? Mesazhi është që ai krishterimi që ata mendojnë se kanë atje, ka vdek ka vdek që pari 1000 vjetësh, po e morëm tani mesazhin që s'ka lidhje fare me krishterimin dhe me ngjalljen e Krishtit. Krishti u ngjall, kurse ky vdiq. Kupton? Do të thotë që aty s'ka lidhje fare me Krishtin e ngjallë, me ngjallin, me jetën. Kështu e lidha kështu direkt tani në sekond.